Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala falenderojmë dhe vetëm prej tij falë ndihmë kërkojmë salavatet, selamet mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata rrugën e të cilët deri në ditën e gjykimit e pasojnë. Allahu xhalla xjalaluhu na bëf prej tyre. Vazhdojmë me derzin e 21 në sirën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Kemi folur për disa prej ngjarjeve të pasardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë, disa ngjarjeve të cilat kanë ndodhur në vitin e parë edhe në fillimin e vitit të dytë të hijretit. Mirë, përpara se me vazhdu aty ku kemi mbet prej ngjarjeve, do të kthehemi pak mbrapa ku kemi përmend prej hapave apo prej prioriteteve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka marrë me ardhin në Medinë. E kemi përmend ndërtimin e xhamisë, i cili ka qenë gurthemeli i bashkimit të safave të sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe bashkimi apo vllazërimi në mes ensarëve dhe muhaxhirëve. E që dietarët e sirës e kanë përmend edhe një prioritet tjetër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka marrë me të ardhur në Medinë. E ajo është një lloj kontrate, një lloj marrëveshje që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bën mes tij dhe hebrejve të cilët kanë jetuar në Medinë. Nga se dihet se në Yathrib ka pas fise të hebrejve, të jehudëve, të cilët kanë ardhur prej Shamit. Disa prej arsyeve që kanë përmend dietarët, e para është se ata janë zhvendosur, kanë ikur prej Shamit, prej një mbreti të romakëve, dhe arsyeja tjetër është se hebrejt e kanë banu Medinën me arsyeën se kanë lexuar në librat e tyre në Teurat se do të vijë një pejgamber i cili do të del prej një vendit në të cilën ka hurme. Edhe Medinja është njohur prej qyteteve të njohura që ka pas shumë hurma, dhe sot e kësaj dite është njohur me hurmet. Dhe në bazë të atyre cilësive, ata kanë dëshiru, kanë supozu, kanë pas dëshirë që ky pejgamber i fundit të jetë prej lozës e tyre. Andaj dhe e kanë banu Medinën. Edhe nuk kanë qenë në numër pakt. Prej fiseve të njohura të cilët kanë banu në Medinë ka qenë Beni Quraidha, Beni Nadir edhe Beni Qainuqa. Këto tri fise të mëdhaja kanë jetuar në zonën e Medinës, e që kanë luajtur rol shumë të madh në ekonominë e Medinës. Domethënë kanë qenë të njohur edhe për nga tregtia, edhe për nga bujqësia, po edhe në forcë kanë qenë bukur të fortë në aspektin e ushtrisë. Mirë, po siç dihet, jehudët, hebrejt janë frikacak në aspektin e ballafaqimit me armiqit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me të mbritur në Medinë, duke njohur rrezikun e hebrejve, duke njohur historikun e tyre dhe gjenezën e tyre, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bën një lloj marrëveshje, një lloj kontrate paqeje mes tij dhe hebrejve. E që dietarët e sirës kur kanë folë rreth kësaj kontrate, ka fjalë të shumta se sa qëndron historikisht kjo kontratë, a është vërtet apo jo. Edhe për këtë kanë diskutuar disa prej dietarëve të cilët e kanë sjellë në librat e tyre, sikurse Ibn Ishaku, Imam Zuhriu dhe shumë të tjerë. Mirë, po në realitet ka mbetë dhe mbetet akoma temë diskutimi mes dietarëve midis vërtetësisë së kësaj marrëveshje apo dobësisë së saj. Mirë, po një prej dietarëve bashkohor, i cili quhet Dr. Ekrem El-Umari, i cili ka shkruar një libër Siratu Sahiha, Sirja e vërtetë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe cili është prej muhaqqiqinëve, i cili bën vërtetimin e zinxhirëve të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot me bashkimin e rrugëve dhe transmetimeve përmes cilave është transmetuar mbrin gradën e haditheve të sakta. Domethënë kjo marrëveshje sipas këtij dietari llogaritet se ka ndodhur dhe ka qenë e saktë. Dhe në këtë marrëveshje janë përmendur apo janë regjistruar disa rregulla, disa nene të cilat bëjnë me kontratën.
Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dinte rrezikun I cili mund t'i kanojsej nga ana hebrejve, sepse hebrejt apo jehudët janë të njohur për mashtrimet, për tradhtit, për intrigat e tyre. Nëse edhe ajetet të cilat kanë zbritur në Mekë, kryesisht janë ajetet të cilat kanë të bëjnë me tauhidin, edhe kanë të bëjnë me historikun e pejgamberëve para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj pejgamberi alayhis salam është njoftuar përmes Kuranit, përmes shpalljes se kush janë jehudët. Se çka kanë bërë jehudët gjatë gjithë historisë, si kanë trajtuar jehudët pejgamberët e Allahut. Edhe na plot në ajetet Kur'an Allah I ka përmend se jehudët edhe I kanë mbytur pejgamberët. Edhe sot edhe kësaj dite shihet sherrri jehudëve dhe hebrejve, është prezant edhe në mesin ton, edhe në kohën ton bashkëkohore. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një aspekt e bërin këtë marrëveshje, këtë kontratë për të mbrojtur prej sherrit dhe dëmit të tij, të tyre. Pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dini se në periudhën mekase pejgamberi alayhis salam e kishte të ndaluar të bëj luftë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij urdhruan që në periudhën e Mekës, sa që ndruan Mekë, të bëjnë durim. Për shkak se ishin të pakët në numër dhe hala nuk ishin të fortë. E kur pejgamberi alayhis salam mbriti në Medinë, ishin hala në fillim të shtetëndërtimit islam. Andaj me një aspekt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u detyrua të bëjë një lloj paqeje me hebrejët. Edhe disa prej mushrikëve të cilët akoma ishin në Medinë që nuk e kishin pranuar islamin. E prej tyre ishte edhe Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, I cili akoma nuk e kishte pranuar islami, edhe I cili ishte rrezik për intrikave të tij dhe dredhineve të tij për shkak se ai llogaritej si udhëheqësia I banorëve të Medinës, saqë thonë dietarët e sirës, gati sa nuk e kanë bën mbret Ubej ibn Selulin para se me ardh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thuaj kanë bën konsenzus që me zgjedh mbret. Mirë, po pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ensarët ja kanë dhënë bejan dhe e kanë pranuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kanë mbrit pejgamberin në Medinë, është prish ajo far procedura që Ubej ibn Selulit bëhet prej mbretëve të Medinës. Edhe kjo sikurse ja ka dridh pak atë pushtetin e Ubej ibn Selulit I cili e ka shpresuar. Andaj edhe Ubej ibn Seluli, do të flasim edhe më vonë, ka qenë gjithherë pengesë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sikur ka qenë akoma pa pranuar islamin, që do ta përmendim, sikur edhe pasi që e ka pranuar islam apo e ka shfaqur islamin e tij, për shkak se ai ka mbet munafik dhe ka vdekur si munafik, apo ka qenë prej kokave të munafikave. Prej atyre neneve që dietarët I kanë përmend që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I kanë shënuar në këtë kontratë, është që hebrejve ju takon ajo që ju takon muslimanëve. Ta mbajnë dinin e tyre, të janë të lirë në tregtinë e tyre, të janë të sigurt në fiset e tyre dhe të kanë bashkëpunim të mirë mes muslimanëve dhe mos kanë probleme mes vete. Gjithashtu janë në këtë kontratë apo në këtë marrëveshje të dy palët kanë qenë të obliguara që nëse një armik I tretë I sulmon të kontribuojnë dhe ta mbrojnë domethënë Medinën bashkërisht, apo të shpenzojnë në mbrojtjen e Medinës. Gjithashtu hebrejt apo jehudët e kanë pas tregtinë e tyre, ekonominë e tyre, gjithashtu edhe muslimanët ekonominë e tyre. Nëse gjenden në një moment lufte, e kanë pas obligim të shpenzojnë së bashku të dy palët për me mbrojtë domethënë Medinën. Gjithashtu ai I cili del prej Medinës ka qenë I sigurt dhe ai I cili jeton brenda kufijve të Medinës prej hebrejve përfaqësues të kësaj kontrate kanë qenë të sigurt. E nëse arrin të prishet apo prishet kjo kontratë, edhe pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e dinte se patjetër këta kanë me prish këtë kontratë, janë të njohur për dredhitë e tyre, për mashtrimet e tyre, për tradhtitë e tyre, atëherë gjykimi kthehet tek Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po kjo kontratë nuk e mbron as atë I cili bën zullum dhe as atë I cili është fajtor. Pastaj përmes kësaj kontrate thash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam synonte me mbrojt Medinën dhe shokët e tij prej sherrit që I vinte nga jashtë, nga se
sikur mos bënte kontratë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me jehudët, atëherë edhe sherri që vinte nga jashtë prej mushrikëve të Mekës, atëherë frikej për ndonjën bashkëpunimi mes mushrikëve dhe hebrejve të cilët ishin brenda në Medinë. Edhe pse kjo do të ndodh pastaj kur të përmendemi domethënë betejat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj nëse mujna me thonë për atë tolerancën ndërfetare të cilët sot po flitet, e që kjo gjithherë ju takon muslimanëve ose muslimanët kanë qenë ata të cilët e kanë shfaq tolerancën ndërfetare, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është i pari i cili ai ka vendos themelet e një tolerancë mes feve. Nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ju ka imponu jehudëve, as nuk i ka detyruar që ata me pranu islamin. Përkundrazi ata e kanë pas të drejtë me praktiku fenë e tyre. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka pranuar në Medinë megjithatë. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është i pari i cili ka vendos themelet e një tolerancë fetare ndërmjet komuniteteve, muslimanë dhe jo muslimanë. Andaj edhe sot muslimanët e gëzojnë një gjë të tillë. Andaj mund me thonë se në Kosovë si musliman, që jemi shumicë, elhamdulillah, në sajt të zemërgjësisë dhe tolerancës e muslimanëve kanë mbijetu komunitete tjera fetare në Kosovë. Nga se nëse e këshyrëm historinë, aty ku muslimanët kanë qenë bakic, gjithherë i kanë asimilu. Edhe jo shumë larg nëse e këshyrëm për muslimanët dhe shqiptarët e Çamërisë, të cilët kanë jetuar në zonën e Greqisë, ata janë asimilu, edhe janë përsekutu, edhe janë masakru vetëm se kanë qenë musliman. Për shka? Për shkak se ortodokset të krishterët kanë qenë me shumicë, kurse muslimanët kanë qenë pakicë. E kundërta ndodh me muslimanët. Dhe muslimanët janë ata të cilët gjithherë kanë shfaq tolerancë ndërfetare me ata pakica tjera që kanë qenë të komuniteteve tjera fetare. Andaj ajo që propaganda që sot thuhet edhe flitet nëpër media, ajo është reklam. Nga se muslimanët historikisht njihen që kanë pas tolerancë ndërfetare me komunitete tjera dhe fe tjera. Edhe kjo qysh në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për mësimeve që marrim nga kjo kontratë apo nga kjo marrëveshje, është se pejgamberi alayhis salam ju japi të drejtë për të jetuar hebrejët, jehudët në Medinë sikur se kanë qenë duke jetuar. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka cenuar jetën e asnjë prej jehudive derisa ata e kanë thyer këtë marrëveshje. Derisa ata e kanë tratu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe derisa ata e kanë shfaq armiqsinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj e përmenda që ka qenë e drejta e tyre me praktiku fenë e tyre, nga se nuk ka imponim në fe, sikur se thot Allahu la ikraha fi din, nuk ka imponim dhe detyrim në fe. Andaj edhe jehudët e kanë pas të drejtë me shfaq fenë e tyre. E drejta e pronës, hebronjet dhe jehudët e kanë pas të drejtë me i punu tokat e tyre dhe me jetu në pronën e tyre, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ju ka cenu asnjë pllën të tokave të tyre ku kanë jetu, vetëm atëherë kur ata e kanë thyer marrëveshjen dhe e kanë shfaqur armiqsinë kundër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Përkundrazi, për mësimeve që marrim në këtë marrëveshje se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka mbrojtur pasuritë e tyre dhe gjakun e tyre nëse cenohet nga një armik i jashtëm. Ata të cilët kanë marrë pjesë domethënë në këtë marrëveshje. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me këtë marrëveshje ka pas me i mbrojt jehudët nëse cenohet pasuria e tyre dhe gjaku i tyre. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë i drejtë dhe e ka ngrit zullumin që është bërë dikujt prej tyre, dhe nëse ka qenë kjo ndamën e muslimanëve, që shpesh herë shohimi, sikurse e kanë përmend dietarët, edhe kjo është vërtetuar në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit, se kur është mbytur njëri prej sahabive në Khajber, pasi që kanë qenë akoma në periudhën e paqes dhe nuk është gjetë vrasësi, apo është dyshuar se kush e ka vrarë, apo nuk kanë gjetur argument familja e tyre për vrasësin sa është vrarë për jahudëve prej kujt. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pagu gjakun e këtij sahabiu prej pasurisë dhe mallit të muslimanëve, dhe nuk e ka cenu, as nuk e ka dhirë gjakun e jehud vetëm pse nuk ka gjetë argument për me mbyt ata.
Andaj pejgamberi sa nuk ju ka bën pa drejtësi, edhe pse kanë qenë, domethënë, jehud apo hebrej. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej mirësjelljes së tij që ka pas ndaj tyre, shohemi se shpesh herë edhe i ka vizitu hebrejt të smurit e tyre, ka marrë sadak apo dhurat prej tyre. Për ata transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç ka ardhur në Sahihun e Buhariut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas një gulam, një shërbëtor i cili ka qenë prej jehudëve. Edhe kur kanë dëgjuar se është smur, a shku dhe ka vizitu këtë shërbëtor. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u shtul te koka i tij, duke qenë prezant edhe babai i tij. Dhe i ka thonë këtij shërbëtorit, pranoa islamin. Dhe ky shërbëtori, ky djaloshi e ka shiku babain e tij, derisa babai i tij ka thonë, përgjigju dhe binduja Ebul Qasim. Ka pas për qëllim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e cila ka qenë kunja e tij Ebul Qasim, babai i Kasimit. Dhe ai shërbëtori e ka pranuar islamin. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ngrit nga ky mexhlis, pasi që e ka vizituar këtë jehudi dhe e ka pranuar islamin, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Alhamdulillahi alladhi anqadhahu min an-nar. Falënderimi të kanë Allahut, i cili e shpëtoi nga zjarri i xhehenamit. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ka qenë prej jehudëve, nuk e ka penguar që me vizitu vetëm për m'ia prezantu islamin e tij. Andaj edhe njëra prej shkaqeve që përmendin dietarët se pejgamberi e ka bën këtë marrëveshje është që m'u la hapësirë jehudëve me njoft islamin, me njoft kush është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se mos ndoshta dikush e pranon islamin prej tyre. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prej gjërave që shohim në këtë kontratë është se edhe gjykimin, nëse kanë ndonjë problem ata mes tyre, ju ka lënë që të dëgjikohen me librin e tyre. Ata kur kanë probleme mes vete, ju ka lënë të drejtë që ata të gjykohen me librin e tyre, vetëm nëse ata dëshirojnë të gjykohen tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë pejgamberi asam i ka gjykuar me Kur'an dhe Sunet. Për ata dhe Allahu xhelle xhelal ka zbrit ajet, i cili thotë Allahu subhanahu wa taala: "Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum." Nëse ata vinë te ti me të gjyku, atë në gjykoj me drejtësi, apo shmangi gjykimit e tyre, nuk është patjetër ata me ardhë të ti mu gjyku. Mirë, po nëse ti gjykon, atë gjykoj ata me drejtësi. Do të thonë, e kanë pas të drejtën që ata mu gjyku me librin e tyre, Teuratin, derisa nuk kanë rritë pejgamberi alayhis salam. Kur ata kanë shpreh dëshirë me gjyku me gjykimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi alayhis salam ju ka gjyku, do të thonë, me Kur'an dhe Sunet. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë shumë i hapur, edhe shumë tolerant ndaj tyre. Derisa ata i kanë thy marrëveshjet edhe e kanë tratu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj kjo ishte edhe njëra prej prioriteteve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ndërmori në fillim të mbërritjes së tij në Medinë. E pastaj do dalim atje pak më vonë te ngjarjet të cilat i kemi filluar me i përmend, që ka ndodhur në vitin e parë dhe të dytë hijri, se mushrikët e Mekës, pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u vendos në Medinë dhe i forcoi themelet e shtetit islam, ata vetëm xhelozonin edhe më shumë e gërsueshin, kishin urrëtie se si ju shpëtoi pejgamberi alayhis salam prej dorës së tyre dhe bëri hijret në Medinë. Si ju shpëtoi pejgamberi dhe shokët e tij pa i luftuar ata. Andaj për çdo ditë planifikonin kurtha. Andaj njëra prej atyre kokave të cilët bën një marrëveshje se e kërcënuan që ta luftojnë pejgamberin alayhis salam ishte edhe Abdullah ibn Ubay ibn Seluli, të cilën e përmendëm. E kanë regjistruar dietarët, e ka përmendur Abdurrazzaq në Musannefin e tij, edhe Ebu Dawudi edhe Bejhakiu dhe shumë prej dietarëve, me senet të vërtet se mushrikët i kanë dërguar letër Ubay ibn Selulit, që thash koka i munafikave. Ka qenë rasti akoma pa e pranuar islamin Ubay ibn Selul, apo mos të themi pa e shfaqur islamin e tij. Sepse edhe pse e ka shfaqur islamin e tij, ka mbetë dhe ka qenë munafik dhe ka vdek si munafik dhe ka qenë koka i munafikave. Dhe kanë kërcënuar Ubay ibn Selulin se nëse ti nuk e lufton Muhamedin, ne do të vim prej Mekës dhe do t'ju luftojmë juve dhe do t'ju qëndrojmë gratë juja dhe do t'ju lajmë jetim fëmijët tuaj. Dhe Ubay ibn Seluli e ka marrë këto me seriozitet. Dhe i ka bashkuar ata kokat e mushrikëve të cilët kanë në Medinë, mirë po kjo i ka mbërri ky lajm pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Domethënë kanë tentu me luftu pejgamberin alayhis salam. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka thonë, kërcënimin të cilin ju e keni marrë prej Mekazve, prej Kurejshve, nuk është më i vogël se sa atë me të cilën ju po kërcënoni veten e tuaj, duke i luftuar vëllezërit tuaj, bitej tuaj, domethënë në Medinë. Sepse Ubej ibn Seluli ishte pra arabëve. Prej arabëve të Medinës. E atëherë shmanget Ubej ibn Seluli edhe kthehet pasi ndëgjon këto fjalë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu për me vërtetu atë kërcënimin që pejgamberi alayhis salam vazhdonte edhe i vinden nga Mekja, nga ana Kurejshve, është edhe rasti i Sa'd ibn Muadhit radhiyallahu anhu, i cili merr udhtim për në Mekë për me kryeni umre. Edhe këta ka vërtetu Imam Buhariu në Sahihun e tina se Sa'd ibn Muadhi ka shku në Mekë gjatë kësaj kohe sa pejgamberi alayhis salam bëri hijret në Medinë dhe filloi shtet ndërtimi islam, edhe ishin hala gjendje të acaruara, akoma pa ndodh luftat dhe betejat, Sa'd ibn Muadhi merr rrugën për me shku me bani umre në Mekë. Dhe atje e kishte njënin prej atyre zotrive të Mekës si një shok me cilin bante lidhje. Ai ishte Ubej ibn Khalaf. Ubej ibn Khalaf ibn Safwani, sa herë që merrte rrugë për në Sham dhe kalonte në Yathrib, qëndronte dhe strehohej te Sa'd ibn Muadhi. Kishin lloj miqësie me ta. Sepse dihet se tregtia e banorëve të Mekës për në Sham ka kaluar rrugëve apo për skaj Medinës. Andaj njëra prej atyre çështjeve që i mundonte mushrikët e Mekës ishte tash edhe ju rrezikohej qëndrimi pejgamberit në Medinë, mritja pejgamberit në Medinë me shokët e tij, i rrezikoi tregtia e tyre. Andaj edhe kur mbriti Sa'd ibn Muadhi në Mekë për me bë umre, Ubej ibn Khalaf nuk më kemi thonë se tash ti je i padishuruar për neve, se tash ti e ke strehu Muhamedit alayhis salam. Mirë po, për shëndet e asaj miqësisë që kishte, tha kur bjen mesdita, se në mesdit ka qenë e njohur për shkak të zësisë së madhe arab nuk kanë dalë me bon as tavaf, as nuk kanë dalë jashtë shtëpive të tyre. Thot atëherë dilthet edhe bune tavafin në Qabe. Edhe ndëgjon Sa'd ibn Muadhi, kur bjen dreka, Sa'd ibn Muadhi del me bon tavaf. Mirë po, ato e takon atë dreqin e madh, atë Ebu Gjehlin, i cili pejgamberi sa mi ka thonë Ebu Gjehl, nga se emri i tij ka qenë Amr ibn Hisham, edhe ka qenë i njohur në mesin e mushrikëve si Ebul Hakem, baba i të urtëve. Mirë po pejgamberi sa e ka emërtu Ebu Gjehl, baba i ignorantëve, për shkak të gjehlit të madh edhe urrëties dhe armiqësisë të madhe që ka shfaq kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij. Andaj kur e takon Ebu Gjehlin thot kush je ti? Sa të njëm Sa'd ibn Muadhi. Thot çka ke lypti me orë për Medinës këto? Tha ta nuk jeni ju që e keni strehu Muhamedit alayhis salam, thot edhe po vjen shlirti tash po bën këta umre dhe tavaf këto. Atëherë fillojnë me i ngrit zonat derisa Ubej ibn Khalaf i thet Sa'd ibn Muadhit thot kujdes se je duke folur me një prej zotrive të Mekës që kishte për qëllim Ebu Gjehlin. Mirë po Sa'd ibn Muadhi thot me dy fjalë. Thot nëse ti më ndalon me bë umrën sot, unë ti nali karvanat e tua atje ka shkojnë për në Sham. Edhe kjo ishte një kërcënim tjetër nga ana e mushrikëve për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Për njëjtën kohë Sa'd ibn Muadhi e kërcënoi tregtinë e tyre. Andaj mushrikët bënin plane se si me sulmu një ditë prej ditëve, domethënë Medinën. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që në fillim të mbritjes në Medinë gjithherë qëndronte me roje mbrapa tij. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e runin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam natën dhe ditën. Për ata transmeton Aisha radhiyallahu anha, sikur se ka vërtetu Imam Muslimi Sahihin e tij, se pejgamberi sa një ditë tha: "Lejta rajulan salihan min ashabi yahrisuni layla." Thot asi kur të kishte dikush prej sahabëve të sinqert sot që të më ruante mua këtë natë. Edhe nuk shkon shumë kohë e ndëgjon pejgamberin zhurmën e shfatave. Dhe e pyet se kush është te dera, kishte ardhur Sa'd ibn Waqqas radhiyallahu anhu për me rujt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Deri kur zbritja ajeti kuranor që Allahu subhanahu wa taala i tha pejgamberit alayhis salam, "Wallahi
Wallahu ya'simuka minan nas. Allahu ty është ai i cili të mbron prej njerëzve. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj ju tha sahabeve, insarifu, shkoni në shtëpitë juaja, nga se Allahu është ai i cili mbron mua edhe më ruan mua. Kështu që mos kujdesi, as mos më ruani mua, nga se Allahu është ai i cili më mbron dhe më ruan mua nga intrigat dhe nga ato planifikimet që i bajnë qafirat kundër meje. Dhe jo vetëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po dietarët e sirës e kanë përmend se edhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ansarët, nga se tash ata ishin me një vijë, edhe ansarët e Medinës, edhe muhaxhirët ishin me një vijë bashk, edhe ishin në shenjestër të mushrikëve, edhe gjithherë rrinin të armatosur edhe të përgatitur se mos të kush, domethënë, po i sulmon. Derisa vjen edhe shpalla nga ana e Allahut për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të cilët ja lejon domethënë luftën, dhe zbret ajeti kuranor ku thot Allahu xhelle xhelaluhu udhina lil ladhina yuqatiluna bi annahum zulimu, atyre që janë sulmuar apo atyre që janë bërë pa drejtësi u lejohet që të mbrohen, sepse atyre është bërë pa drejtësi. Ky ajet kuranor kanë thonë dietarët, Urwa ibn Zubairi dhe Aisha radhiyallahu anha transmeton, edhe dietarët e tefsirit kurse e ka përmendur edhe Imam Zuhriu, se ka qenë ajeti i parë me të cilën Allahu ja ka leju pejgamberit sallallahu alaihi wasallam luftën. Mirë po, lufta apo xhihadi i cili është i njohur me emër sheriatik, ka ardhur ajetet në disa periudha. Fillimisht është ardhur ky ajet me të cilën ja ka leju pejgamberit sallallahu alaihi wasallam luftën. Pastaj periudha e dytë është që Allahu ja ka obligu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam luftimin dhe mbrojtjen me ajetin kuranor që thot Allahu xhelle xhelaluhu wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum, dhe luftoni në rrugën e Allahut kundër atyre të cilët juftojnë juve, dhe mos i të kaloni kufit, nga se Allahu nuk i don ata të cilët i kalojnë kufit. Me këtë ajet kuranor pejgamberit alayhis salam ju është bërë obligim lufta apo xhihadi difa që i thonë, me mbrojt veten e tij nga rreziku i cili i kanosen nga ana e mushrikëve. Dhe periudha e tretë apo shkalla e tretë është kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është urdhëruar apo është lejuar të luftojë mushrikët në tërësi, dhe që të jetë fjala e Allahut më e larta në tokë. Thot Allahu xhelle xhelaluhu wa qatiluhum hatta la takuna fitna, dhe luftoni ata që mos të ketë në tokë fitnë, derisa të zhduket në tokë idhujtaria. Apo, dhe wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah, dhe që të jetë dini i Allahut ai i cili mbizotron në tokë. Që të fjala e Allahut ajo është çështë më e larta. Fa in intahu fa inna Allaha bima ya'maluna basir. Nëse ata ndalen dhe heqin dorën nga ajo, nga lufta kundër jush, vërtet Allahu xhelle xhelaluhu është ai i cili ishte punët e juaja dhe veprat e juaja. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas zbritjes së ajeteve që ja lejon luftën dhe mbrojtjen kundër mushrikëve, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thash në periudhën mekase e pa të ndaluar të luftoj. Edhe shpeshherë ku sahabët tentonin mja u kthy mushrikëve me forcë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ndalonte dhe i thonte nuk jemi urdhëruar akoma për luftë. Bëni sabër, nuk jemi të urdhëruar akoma për luftë. E pasi që zbritën ajetet që pejgamberi alayhis salam ja lejuan që të mbrohej nga armiqt e jashtëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillimisht ekspeditat të cilat i nisi, nga se do të flasmi inshallah për betejat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ekspeditat, cila është dallimi mes betejave dhe ekspeditave, çka kishte për qëllim me beteja që kanë përmend dietarët dhe çka ka për qëllim me ekspeditat, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i bëri për 3 shkaqe. Fillimisht i nisi disa ekspedita e para për me mbrojt veten e tij, ata të cilët ishin rreth Medinës, kishte akoma fise të mushrikëve, që pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin një pikë kërcënimi për to.
sepse ata fiset të cilët ishin prej mushrikëve rreth Medinës, me një aspekt e mbronin edhe rrugën e karvaneve që vinin prej Mekkës për në Sham. Andaj pejgamberi s.a.s. dënte që ata t'i neutralizonte fillimisht, të bënte marrëveshje me ta, që mos t'ishin kërcënim për Medinën. E dyta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dënte me godit ekonominë e mushrikëve, të cilët me pasurinë e muhaxhirëve, të cilët i lanë në Mekë, bonin tregtinë e Sham. Andaj ishte edhe drejtë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me i sulmu karavanet dhe me marr pasurinë e tyre. Dhe e treta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam donte që ta shfaqte forcën e tij në praninë të jehudëve dhe mushrikëve, se mon nuk jemi pak. Tash nuk jemi mon një grusht, po tash jemi në shtet dhe ne luajmë rol në vend. Edhe kjo ishte njëna prej arsyeve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi të përgatiste ekspedita që pejgamberi alayhis salam ta siguronte Medinën nga armiqt e jashtëm, dhe këto ishin disa prej atyre dobive që i marrëm gjatë kësaj ligjërate apo gjatë këtij dersi. E në dersin e radhës do të flasmi se çka janë betejat cilat ishin betejat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çka kanë thënë dietarët rreth betejave dhe ekspeditave, cilat janë ekspeditat e para që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i nisi. E deri atëherë lutem Allahun xhalla xhelaluhu që Allah subhanahu wa taala na i falë gjunat tona, na i pranoj veprat tona. Allahu xhalla xhelaluhu të na bashkoj me sahabët dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në xhenet. Allahu xhalla xhelaluhu të jetë i kënaqur me neve dhe mos na merr shpirtin vetëm se duke qenë musliman. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.